Jemi rikthyer pas marketingit dhe humorit të mrekullueshëm që na kanë sjell Dada Hyr dhe Kulja. Ne ecim tutje me spektaklin tuaj. Kemi thënë për çdo javë defilojnë emrat nga më të njohurit, ata që na sjellin përvoja fantastike jetësore, edhe shkencore. Këtë javë kemi fatin e mirë e të rrallë, ta kemi një protagonist tepër të veçantë, i cili në botën e shëndetësisë, në botën e shkencës, mbart me vete sukseset të jashtëzakonshme të nivelit botëror. Zonja e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Dr. Elmi Olluri. Hajde, doktor, një serve. Doktor, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. U lodhe? Pak po. Sa operacione ke pas ata? Ke pas një operacion sa? Sot, me të regu drejtë, nuk kom pas operacione, kom pas shumë vizita. Edhe ishte një lodhje bukur e madhe, po për hir të respektit që kam për juve personalisht, për emisionin e juaj, e gjeta kohën duke u gutur, edhe erdha në emision. Duke u gutur, edhe ta kanë lëndu makinën pak, po ti marrë liga. Ma lëndun, po tash. Nuk ishte fajtor mron nga pas. Megjithatë, ka një 8 vite më shumë që s'kam pas musafir. E në këto 8 vite, aq shumë kështu suksese, punë, e rezultate, po mirë që të kemi sonë të është mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjetë. Kemi fol, edhe tani ma njerëzit e din kush është Dr. Elmi Olluri, është kirurg vaskular. Shpresa e mira njerëzve që jam mësyn që KUK-s, po edhe spitalit Amerikan, aty ku e bën edhe një pjesë tjetër të punës, po ku jam mësyn emrit tanë, si kirurg vaskular. Kjo kirurgjia vaskulare, çka ngërthën e vete në përgjithësi? Kirurgjia vaskulare është kralica e kirurgjisë. Ne e quajmë ashtu. Kralica! Sepse njerëzit vdesin për shkak mungesës gjakut, për shkak gjakderdhjes, ato vdesin. Çdo lëmi tjetër mund me prit, 1 ditë, 2 ditë, 2 orë, 3 orë, ndërsa kirurgjia vaskulare është kirurgjia e minutave. Nëse ti mbrana minutave nuk e kap aortën, që është gjakderdh, ose nuk e kap në anë magjistrale, atëherë përfundon filmi për pacientin. Shkoj pacienti. Kështu që kirurgjia vaskulare është urgjencë mbi urgjenca. Urgjencë mbi urgjenca. Në përgjithësi me anë të gjakut, me arteriet, me venat, me krejt këtë rjetën e madhe që... Kirurgjia vaskulare mirët me gjitha arteriet, prej qafës deri maja gishtrinëve. Pse në këtë pjesën e kokës nuk ju përzini ju? Në pjesën e kokës mjafton deri te qafa, mandej mirët... Ja çoni ju burimin te aty në neurokirurgjia. Me këto 2 karotidët e rregulloni. Neurokirurgjia mandej mirët me trunin me atë pjesën tjetër. Ndërsa kirurgjia vaskulare ka diapazon gjërë, gjitha janë të gjakut. Sa ka janë gjaku, nuk di e din shiquesit e juaj, ka 2 herë e mbështjell tokën, domethënë. 2 herë me ra rreth tokës. 2 herë me ra tokën rreth. E kam ditë me kilometra. Me dikon 100.000 kilometra. Mos gabohem, 100.000 kilometra ka në gjakut njeriu. Tash me 100.000 kilometra po më duket i sillesh një herë tokës. Një rjetë të tërë, kur e shohim kështu, në? Qofse bëhet një magistrale, qofse bëhet një vi, atëherë ende gjakut të njeriut e mbështjellin, jo e mbështjellin, po e rrethojnë tokën. Sa vite të banë? Si kirurg vaskular u banën 20 vite, 22 vite, po më duket mos gaboj. 22 vite. Prej vitit 2004 jam kirurg, do më tama 20 vite. A mundesh me ditë sa operacione i ke bon? Po në vitin 2000, kom realizu 10.000 operacione të vogla, mirë po i kom realizu 10.000 operacione për një vit, më fjalla për cirkumcizione, dhe kam një menjojë ndërkombëtare. A keni një menjojë ndërkombëtare? Rekordi ditor ishte 171
fëmijë, 171 pacientë. 171 veti ke bosun Po, kështu me gjuhën popullore. Prej orës 8 deri ora 24. Qa ke bo doktor kështu si me gjotin, cang. Jo, ashtu edhe në gjanë, sepse I kisha 5 ekipe të infermierëve. A që të ndihmonin? 5 pacienta, ata I përgatitëshin I pastrojshin, I qeqin betadinën, unë shkojsha, injektojsha lidokainën, mandej kur mrisha të pacienti 5, a ishte në anestezion, e krysha synetin, cirkumcizionin, dikun e kom pas rekordin 5 minuta e diqka, edhe mandej atë toaletin edhe lidhin e bëshin ekipet, kështu ku ma ritmi... Rekord, absolutisht rekord me... Ishte shtune edhe punova në Prishtinë, Ferizaj, në Gjilan, mandej u ktheva në Pej, edhe në Pej punova deri orën 24. Thjesht dikun 6-17 orë gjatë ditës. Po. Doktor Inderum, vërtet kirurgjia vaskulare e the, mbretresha, kralica e kirurgjisë. Por sonte jemi këtu me shumë sebepe, me shumë suksese tuet. Mandej nuk I përmena ato operacionet vaskulare, do më që kum bo shumë operacione vaskulare. Në për vite, në 2 dekada shumë, del një numër shumë I madh. Del aty me mira operacione. Po me mira, po. Në realitet, është një farmaci në përbot operacionet, për shembull në kirurgji, filan doktor, filan profesor ka bërë kaq operacione, po themi në zemër apo në këtë rast në enë të gjakut. Problemi më I madh edhe emergjenca më e madhe është kur na shpërthejnë, sidomos arteriet, ë? Shqo emergjenca në kirurgjinë vaskulare është kur gjakderdh. Traumat janë ato që gjakderdhin, kur lëndohen anë të gjakut magjistrale, dhe kemi edhe smundje tjera, si për shembull smundja e aortës, zgjerimi I aortës dhe për një moment aorta qahet, rupturon edhe atëherë gjakderdhje profuze, madhe. Gjakderdhje profuze, e cila duhet shpejt intervenohet për ta shpëtuar pacientin. Dhe gjatë këtyre viteve ke pas shumë operacione të këtilla, dhe I ke shpëtuar shumë njerëz. Që dihet, edhe që të mbajnë mend, edhe që sigurisht falenderojnë, edhe kodza edhe guxim. Nuk ka mundu guximin këtë drejtim. Guximi, nëse të mungon, nuk je kirurg I mirë. Nëse ki përgatitjen profesionale e një anatomin kirurgjike shkëlqyshëm, edhe ki edhe ekipin që të mbështet shkëlqyshëm, të vërzun, mandej duhet guximi. Sepse të gjithë largohen, çdo kirurg tjetër largohet nga gjaku, largohet nga anë të gjakut, ndërsa ne shkojmë me 2 këmbë të 2 durt drejt në gjak. Na kemë punë drejt me gjak. Tjerë ka preparojnë, largohen, ne detyra jonë është me shku drejt në arteriet, drejt në aortë, drejt në karotid. Aty ka gjak, nuk ka ujë. Shkencën, dijen, edhe zanatin, I ke mësu me cilë profesor tanë ke pas punë fillim, kur ke specializu? Po fillimisht... Naim, me që pak, a ban, një sekund, më fali, por mes me sarë që tu ke pat biseden. Doktor Sije, apo mje? Po më duket I Mirenës. A I Mirenës. Kjo puna Mirenës. A je mirë? Mes për të livdohet, dishka puna e gjarrohet, qka pat puna? Vëlloj, po një 10.000 vetë I kish kurtuve në... Punën në I ko. Jo! Apo kështë për drejtona. Pa gjaj më reburë se nuk është... A dhe ty, a? Me sa kis najnë, Jo! Dhe ka boren, rrët që shtot, mi gjana shtyke kë vatë, ta merë ke menja u të dru. Po, a? Qa është që se me shej më tërsharës burë. Dhe I loshë me në qikës ta katëm sa bodu. A po, a? Po, pasha zotë. Su pja këqyri durt ku pesha. Në realitet, kë sakatët I ka këthy në kuptimin... Kë nuk mund me vlerësua sakatlak. Ja. E vlerëson, tjetër partneri e vlerëson. Apo, që ato së përqon! Sa së të martohë në 14 vjetë,